Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Falënderojmë Allahun azza wa jall dhe lutem që lavdratat, paqet, bekimet jenë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, me shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Po vazhdojmë edhe me tutje me emrin Allahu xhalla wala al-Hakim dhe ishim duke folur për reflektimet e këtij emri në jetën e njerëzve. Para se të kalojmë tek ndikimi i këtij emri tek ne dhe si mund të përfitojmë nga ky emër, dhe si duhet sillemi ne përballë këtij emri. Padyshim se nëse e kuptojmë drejt emrin Allahut el-Hakim, atëherë padyshim se ka do që të sillemi, ka do që të shkojmë, apo ku do që të ulemi dhe të ngritemi, të ecim, dhe të ndalemi, dhe të flasim, dhe të veprojmë, gjithkund do ta vrejmë ursinë e Allahu xhallahu ala. Gjithkund do ta vrejmë gjurmën e emrit të Allahu xhallahu ala el-Hakim. Nëse shikojmë me sytë e zemrës dhe meditojmë me mendjen e besimit, do ta vrejmë se Allahu xhallahu ala është el-Hakim. Përmendëm se, domethënë, emri Allahut el-Hakim, reflektimi i tij është në dy rrafshe, mos sikurse edhe kuptimi i këtij emri. Në rrafshën e asaj që ai gjykon dhe askush nuk mund të ta shoqërojë Allahun xhallahu ala këtë gjykim, pavarësisht a ka të bëj me rrafshën e krijimit apo me rrafshën e ligjit, këtu Allahu xhallahu ala është i parival. Dhe këtë e shohim. Allahu xhallahu ala ka krijuar që njeriu të duket kështu. Dhe nuk ka askush, sado që të jetë i urtë, që mund të vjen ta bën njeriu ndryshe. Madje edhe sot edhe shkenca që mirret me studimin e kësaj që Allahu ka kriju, pavarësisht a mirret me studimin e njeriut apo krijesave tjera, asnjëherë nuk ndëgjojmë ndonjë shkencëtar i cili jep propozim si mu duk njëri. Përkundazi ata mahniten se sa bukur është ndërtuar dhe sa bukur funksionon çdo gjë, por mundohen ata që të zbulojnë se në çfarë mënyre kjo funksionon dhe në kuadër të kësaj pasaj të bëjnë zbulimet e caktuara kështu me radhë. Prandaj merre këtë njerëz dhe sikur se thotë Ibn Qayyim rahimullah, të dobuan të gjithë njerëzit e mëshëm të kësaj bote, nuk kishin mundësi me e kriju një krijesë kaq të bukur apo edhe në mënyrë kaq të përkryer apo. Andaj ky është një reflektim i drejtë e emrit Allahut el-Hakim. Gjithashtu edhe në rrafshën e shariatit të ligjit. Merri këtë njerëz të mëshëm botë gjatë tërë historisë që kanë ecë, edhe thujë përpilojnë një kushtetutë për njerëzimin atë. A ka mundësi ta përpilojnë me dobi, me interes, me ndikim pozitiv, sikur që është libri Allahu xhallahu ala, absolutisht jo. Andaj këtu është reflektimi i Allahut el-Hakim, që veç ai apo mund të gjykon kështu apo. Dhe gjithashtu edhe në rrafshën e tretë, në rrafshën e gjykimit që ka të bëjë me shpëlimin dhe me dënimin, apo nëse neve na japet mundësia me gjyku, ne mundemi për shkak të mangësive që i kemi të shumta, qoftë në fuqi, qoftë në dije, qoftë në shumë aspekte tjera, mundemi që ta shpërblejmë nganjëherë kriminalin ose ta dënojmë bamirësin, nga sa nuk dim. Për shembull ti kur do me gjyku dikën, e gjykon bazë të asaj që të është transmetuar. Por në momentin kur të vjen i lajm tjetër për të thosh që e ke shtu gabuar. Madje nganjëherë ndodhet me njerëz të afërt tu ose të lartë e kështu me radhë. Andaj në këtë rast, gjykimi i drejtë që e merr çdo kush prej njerëzve, edhe në këtë rast shfaqet dhe reflekton urtësia e Allahu xhallahu ala apo më drejt me thënë emri i tij el-Hakim. Dhe kuptimi dhe reflektimi i dytë i kësaj është urtësia e Allahut, do të thotë me sekret e shumta që disa prej tyre ne i zbulojmë e shumë prej tyre ne nuk mund t'i dimë, që kanë të bëjnë gjithashtu edhe me krijimtarinë e Allahu xhallahu ala dhe me ligjin e tij. Por para se dalë te kjo e dyta, përballë këtyre tri që i përmenda, tri fushave që në to ne e kërkojmë vazhdimisht emrin e Allahut el-Hakim në rrafshën e domthonë krijimit apo në rrafshën e gjykimit kozmologjik dhe në rrafshën e gjykimit shariatik dhe në rrafshën e gjykimit të shpërlimit dhe ndëshkimit. Na nëse e gjejmë këtu urtësinë e Allahut azza xal, apo e gjejmë se Allahu kështu ka gjykuar më drejt, se është urtësinë s'mundem tërësisht me zbulu, por e gjejmë se Allahu kështu pas ka vendosur këto rrafshe, atëre
cili është obligimi jonë në çdo rafsh, përballë çdo vendimi dhe gjykimit të Allahut Azza wa Jall. Në qoftë se fillojna me rafshin shariatik, apo në qoftë se kena kuptu drejt emrin Allah el-Hakim, dhe ky shariat që kemi para durve tona, vjen nga ky el-Hakim, atëherë absolutisht nuk është e udhës që pasi që kena kuptuar se ai është el-Hakim, me kuptimet e emrit të tij el-Hakim, dhe kemi kuptuar se ky libër që nga ky el-Hakim, nuk është as e logjikshme, as e mençur, as nuk është njerëzore, as absolutisht asgjë në kuptim pozitiv nuk është, nëse tash ne pas gjithë kësaj fillojmë të kontestojmë këtë, të polemizojmë, mos ta pranojmë, e kështu me radhë, ta refuzojmë. Por obligimi jonë përballë kësaj është që ne pas ata kuptojmë se El Hakim edhe këtu ka prej emrit i tij, kjo është e mjaftueshme që ne të nënshtrohemi në nështrim të plotë. Andaj Ibn Qayyim rahimullah thot se përballë kësaj besimtari i nënshtrohet duke rënuar kështu të gjitha dilemat që i pengojnë këtë rrugë, ase njerëz kanë shumë vezvese për të nështruar teorikisht në këtë rrafsh. Nganjëherë shariati Allahu xhallahu ala bie ndesh me mësimet e mëhershme të dikujt, bie ndesh me përvojën e dikujt, bie ndesh me shijen, mirë kjo po është, nuk është as shijes tam kjo, apo bie ndesh nganjëherë me politikën e dikujt, interesin e dikujt. Andaj kombinimi mes emrit të Allahut El-Hakim dhe reflektimit të këtij emri në këtë rrafsh e bën një rob që tirënon të gjitha dilemat të këtë rrafsh dhe të nënshtrohet tërësisht para Allahut xhallahu ala. Kjo është pjesa e parë e Qayyim. Pjesa e dytë e kësaj është që tashmë pasi ka rënuar të gjitha dilemat të këtë rrafsh, s'ka dilemë. O kjo është e saktë. Mund të jetë pengesë pastaj epshi. Apo e di që është e vërtetë apo. Unë e di që kjo është më e mira. Po ç'a din kismet kujt apo emri Allahut El Hakim dhe kuptimi i tij i drejtë i kombinuar në këtë rrafsh edhe këtë problem ja shëron apo. Nga se nuk mund njëri me punu në të kundërt të tij apo. Apo Allah unë e di që për shembull kjo thik bën dëm, po çe po pëlqen me pa dëshuar çështë mbrana apo. As bën njëri kështu, po çe çaf po ka me pa çish po hyn trop. Se bën asnjë njëri Allah. Çish po të pëlqen kjo, ai nuk ka njëri normal me i pëlqim me pa, çe po pëlqen me pa çish po ndikon plumin kry. Për shembull ku po prek, apo në më bën dëm, kush e bën këtë provë kështu? Kur kush bën këtë provë Allah? Ose hajtë të provoj më që interesant, çish duket me thy komën me rapi 50 kat apo. Nëse bën këtë punë Allah. Apo se ka marrë vesh, kjo çështje se bën njëri mençëm apo. Edhe pse ndoshta me hapsh interes është për autoritet bord del në gazetë, del ku don, njerëz nuk e bën këtë punë apo. Jeni mençur. Andaj dua të them që kjo e rënë. Andaj thotë Ibn Qayyim rahimullah, ai që me emrin e Allahut El Hakim i nënshtrohet shariati i tij duke rënuar dilemat apo dhe duke mposur epshet, thot kjo është shpije te qalb selim apo. Që kjo është zemra e shëndosh që Allahu e kërkon. E cila selimet, e cila është e shëndosh nga çdo dilemë dhe vezvese dhe e shëndosh nga çdo epsh që e kundërshton urën e Allahut azza xhelal. E rruga e të zemra e shëndosh është emri i Allahut El Hakim. Sikurse shumë emra të tjerë, sikurse shumë sime të Allahut xhallahu ala, mirë po obligimi unë përballë është që të nënshtrohemi në kuptim teorik, duke rënuar të gjitha dilemat përmes emrit të Allahut El Hakim. Sikurse i rënojmë gjitha dilemat edhe me një të ndonë të përdeshme me diçka shumë më thjeshtë se kaq. Para më na për shembull dy njerëz, dy studentë polemizojnë për një punë. Ky thotë kështu, ky thotë kështu apo. Dhe njëri thotë çu ka dhënë profesori, ku ka dhënë? Çe ka dhënë? Mirë prapë. Ai ç'a thotë ai, ç'a e di më së miri, apo. A dikush thotë kjo mirë, ani na po polemizojmë deri kur? Deri sa na vije diç nga El Hakim. Kur vije diç nga El Hakim, në kuptimin që kemi marr, e mor fund, mo çfarë kuptimi ka debati më asaj mo? Çfarë kuptimi ka dilema, s'ka kurrë kuptimi mo? S'ka ketër no, çdo kuptim bën mo. Ose El Hakim ka gjykuar për ty, se kjo është ajo që të bën dobiti, nga se tham, nga kuptimet e emrit El Hakim është ajo që bën që vepron dhe gjykon dhe flet në interes të dobi. Asnjë vepër Allahu xhallahu ala nuk është e dëmshme. A kena të bindur këtu. E qysh subhanallahu tek unë e kuptoj njëri që për shembull nuk falet derisa nuk e merr vesh se Allah e ka obligu. Ku është këta ku e kanë marrë ato më falë i pagun kusha. E kuptoj din këtë rast.
Ama në momentin kur e kupton se Allahu xhallahu ala ka gjykuar dhe vazhdon mos më fal, këtë se kuptoj. Tash e mos sa çkatër. Ja di më imazh se Allahu, apo ja ti armi ke vetë do më myt vetë. E njëna është cila është? Kanë merrek çdo një që nuk falet. Vetë e antum a'lamu am illa? Pyet ato që Allahu i ka pyet. A jeni ju më dishëm me Allahu, që cilët vetë, a ti din më mirë Allahu? Allahu ka thonë se nuk mundesh me jetu i lumtur, nuk mundesh me qenë i kënaqur, nuk mundesh me as me përjetu kënaqësitë e begative tjera nëse nuk falesh. Nuk mundesh me qenë burr i mirë pa u fal. Kjo gjykimi i Zotit është. El Hakim ka gjykuar kështu. Ja ti më i mëshëm se Allahu. Kjo problem tjetër është atë se ki farz namazën. Se ki farz namazën më sonë apo? Apo ja ti je armik i vetes. Tu punë e di që kjo mirë, po on duhet që të vetën tëme që unë gjëhnem, se atë të shka këpu. Të shka këpu. Sikur se kam vetë imam Shabi, rahimullah, apo i ka thonë njëri, apo po hudhët kejt në pus, kejt po hudhët, në fellat e po zhytit me edhe po del, mu lapi gjë në blokët, apet po ka shype, mos i ka me të dikun pa prej ku i apëtën. Qa i bu këti njëri? Pa në kejt po hinu njëri, komplet po hin. Edhe po del, për jashtë, nal, po gëtë bryllis më ka laga apëtën. Hin apet. E kam bëjt një, imam Shabin e kam bëjt, qka hukmi ti? Kam kësë ka bërsh mu la. Në këmës e ka lujt kë njëri. Kësë ka bërsh as mu la, as mu falë, se ka bërsh qëtër, se ka bërsh kë gustin apër. Kësë ka bërsh gustin nga se që njëri, kuj ka me të kjo, jenë komplet e del, dhe njëra për të një dyja vërsh. E du më thonë që, emni, këtë e kupta njëri që e Hakim, këtë e ka gjikuar, atëre, që të shka nuk jetë pas, njëri mu nështru. Edhe më parull, edhe me kuptu se kjo është e saktë, të çka nuk ka. Ndërsa, përballë atij që është El Hakim, apo përballë reflektimit të Allahut El Hakim në rrafshën e kaderit, caktimit, ka gjykuar Allahu kështu me kon. Cili është obligimi i robit atë? Ibn Qayyim rahimullahu thot, dhe plot nga ulemat, sikur Ibn Taymi rahimullah, obligimi i robit është luftimi i këtij kaderi me kader, jo nështrimi atë. Nga njerëz gabojnë. Andaj nështrimi është të shariati. Atje është nështrimi pa kontestuar, apo. Kur vjen caktimi i Allahut azza xal, apo duhet me kërku gjithashtu nga El Hakimi një gjykim tjetër që erdhën këtë gjykim. Jo nështrimi apo. Po lufta e pa kompromis, e vazhdueshme me ndryshu gjendjen apo. Sikurse për shembull Allahu xhallahu ala ka caktuar që njeriu të uritet. Kjo caktimi Allahu xhallahu ala e ka gjykuar punë. Apo mirë po e ka mësuar njërin që këtë caktim me luftu me një caktim tjetër që është ushqimi. Allahu ka gjykuar që njëri musmu. Kush e ka bërë këtë punë? Allahu xhallahu ala e ka bërë. Mirë po e ka bërë ilaçin dhe e ka mësuar njërin që me këtë ilaç ta lufton këtë kader apo. Por me kader luftohet kaderi. Andaj na e kuptojmë se po El Hakim ka bërë këtë. Po edhe El Hakim edhe këtë ka bërë. Prandaj për zgjedhja mjeteve legjitime që El Hakimi ka vendosur, na jap të drejtë që mos më u pajtu me gjykimin e caktuar. Jo në kuptim të zemrës, apo po në kuptim të pranimit. Prandaj sikurse këtë ka bërë edhe Omeri radhiyallahu anhu në rast të njëjtë. Sikurse është tërheq nga hyrja në Sham, pasi ka dëgjuar se atje është prap kolera. Edhe i ka thonë e firru min qadarillah, apo i nga caktimi i Allahut, nëse Allah ka caktu, apo i pa Allah nëse ka caktu, atje me ndodh ajo, Allah e cakton me ndodh në Medinë. Mi po këtu na kap një mundësi na me vendosë. Këtu është një hapësirë e caktuar e lirisë së njeriu, me hije me dal. Kjo nuk është domosdoshmërisht vendimtare në gjykim. Se pret mejdani i tretë i gjykimit atje, që është dorëzimi. Po përdesë është halan këtë fush, ka mundësi për veprim, duhet me vepruar. Për shembull, njëri sa është i smut, na vazhdimisht e luftojmë këtë caktim, apo me caktim të shërimit. Kur des mu, a jep malaj ilaç, e mor fund mu. E morën vesh që na s'mundesh më kurrë. Apo andaj Allahu xhallahu ala në rast caktum t'i jap një lloj hapësire, hajt munojshtu. Çto jap izar, çto përpjeku, këtu rezisto. Deri me një afat caktum. Kur vjen ajo, është ashiqare shaqe, këtu s'ka mu hapësirë për rezistencë. Këta është vije pjesa e dy që është e nështrimit. Andaj, edhe kjo është kuptimi emrit Allahut El Hakim. Edhe, këtu do më thash, obligimi unë përballsoj është rezistimi. Me rezistu urin me ushqim. Me rezistu smundjen me
Shërim, me rezistu ftoftin me ngrohje, e kështu me radhë. Me rezistu armikun me luftë. Në caktimi Allahut të këta me na kom mi kry këtu, çfarë më botash? Jo s'ka kështu. Jo caktimi Allahut është kjo, mi pa Allah xhallahu ala nganjëherë e sjell një caktim nga se e ka një caktim dashun që don ti me aktivizua atë. Apo andaj edhe lufta në rrugën e Allahut xhallahu ala është caktim. Ai e ka caktuar. Mund të cilën mënyrë e ka caktuar, në ato shariatik. Apo andaj don me marr atë caktimin shariatik për me luftu këtë caktim kozmologjik atë. Edhe çfarë bashkohet kaderi dhe shariati në mënyrë të mrekullueshme pa pas konflikt mes tyre atë. Ka se disa njerëz e futin konflikt kaderin edhe shariatin. Allahu xhallahu ala e ka obliguar mu fal, apo ndërsa gjendja e tij është nuk falet. Edhe kjo gjendje që ai nuk falet është caktimi i dikujt. Apo sahi, Allah e ka caktuar ti mos mu fal. Mirë, po me një medan tjetër Allah e ka caktuar ti mu fal. Apo dhe Allahu kërkon që ti pe këtij medani që e ka caktuar mos mu fal, më u bart në atë që falesh. Nga se atje caktimi Allah xhallahu ala. Qase caktimi Allah është dikur mos mu fash, është vërtet. Apo, mirë, po është caktimi i Allahut, hukmi i tij, gjykimi i tij, sikur të mësojmë edhe më fal. Po, cila është më e dashur tek Allahu xhallahu ala, gjykimi kozmologjik apo gjykimi shariatik? Gjykimi shariatik. Andaj bartu pe aso që nuk e don atë që e don. Nëse të ka sprovuar me këtë gjendje, apo bartësh pe aso që nuk e don atë që e don. Prandaj nganjëra devijimi ka urtësinë vetë. Pse e kon këtë situatë për me të bardh dikun që ai e don, me të provuar apo bartësh nga ajo që nuk e don atë që e don. E çështoj robi komunikon me caktimin e Allah xhallahu ala me njohjen e emrit të Allah xhallahu ala el-Hakim. Dhe e treta është el-istislam, mund të thru, u dek, u kry puna. Qaddar Allahu ma sha fa'al, u kry punë. S'ka më çka më bën njëri. Mirë po, sikurse e përmend Ibn Qayyim rahimullah se në këtë tretën shumica e njerëzve e adhurojnë Allahun xhallahu ala vetëm në një ngjyrë të adhurimit apo. Shikoj subhanallahu këtë përfundim të mrekullueshëm të Ibn Qayyimit rahimullahu. Për shembull, kur des dikush, kur sprovosh me diçka, ka marr fund, s'ka kthim brapa e puna. Sunë xhban më apo. Qyr përpara tash. Apo këtu nuk jeni në një medan ku nuk ka hapësirë për rezistencë. Sikurse ka gjykime të shumta apo. Shumica e njerëzve këtu Allahun thotë Ibn Qayyim e adhurojnë me një ngjyrë veç. Ai është ndrimi i nështrimit. Ka ndër Allah e ka caktuar, edhe kena do që neve skaj dhe fundi i adhurimit apo. Jo, kjo është fillimi veç. Apo, e cila ngjyrime tjera duhet na shfaqen kët aspekt? Thotë Ibn Qayyim rahimullah, wa huwa an yashhada izzat al-hakim fi hukmi aftan. Tash nuk ka veç me pas skerën e nështrimit apo. Nuk është veç skerën e parulës. Do kena duket mashallah, filoni apo as fjalës e kanë nxirr atë. Për shembull, ose neve na duket që e kena përfunduar misionin ton, nëse kena thonë kështu Allah ka caktuar dhe ka marrë fund apo. Jo, kjo është fillimi i misionit apo. Nëse kjo fillimi çka ka për tek saj, thotë Ibn Qayyim rahimullah, ti shfaqet një pamje tjetër, ajo është apo tashe fuqinë e të pamposhtit në vendimin e tij apo. Apo shikoj ti që dosh me met ky. Këtë bota ka me met ky, ai ka gjykuar më së met apo. O bo çush ai ka thon subhanallah. Nuk ka veç mund të shtrua apo, po me pa që bo çush don ai. Edhe këtu ka adhurim. Apo edhe aktivizimi i zemrës këtë tim për ta kuptuar se bëhet çush Allahu ka caktuar, jo çush don ti edhe çush e mundu ti. Edhe këtu është një adhurim i caktuar që shfaqet në këtë rrafsh. Pastaj gjithashtu thotë Ibn Qayyim rahimahullah wa adlahu fi qada'i. Gjithashtu i shfaq një skenë tjetër, e sheh drejtsinë e Allahu xhallahu ala në këtë gjykim apo. Është i drejtë, a ka bëu zullum? Jo. Andaj kuptimi i drejtësisë së Allahut në këtë rrafsh është adhurim ndaj Allahut xhallahu xhelaluhu apo. Pastaj wa hikmatahu fi jarayanihi alayh, dhe me çfarë urtësie ka estër kjo. Ka kur nalesh subhanallahu me analizoni punë ka marr fund kur ja punë. Veç me çfarë urtësie, çush ka shku, çush u bë, e kupton se nuk është kurrë rastisht. E ka pasur një shtek që dikush ja ka përcaktuar dhe në këtë shtek që ka ecë nxirr urtësi të shumta që na mund t'i kuptojmë apo. A nuk ka veç nështrimi, sa i unë nështrona, e pun kët sa hari ka ndodhur, apo sa shiru largu, sa mësimi e ku marr. Edhe kjo duhet me kon pjesë kësaj që ka të bëjë me nështrimin ndaj kaderit të Allahut azhjal. Dhe gjithashtu këtu thotë Ibn Qayyim aktivizohet wa inna ma asabahu lam yakun li yukhti'. Edhe kjo pjesa durimit është sa ajo që ka godit nuk ka pas shans mos me godit. Bindjen këtë rrafsh është iman
Dhe është problem tek Allahu xhallahu ala, kjo është pjesë e besimit. Të adhuruarit e Allahut azza xal me këtë bindje është adhurim. Nuk ka mundësi hiç absolutisht. Ajo që të ka godit. Lem yakun li yukhtiak. Nuk ka mundësi, s'ka kurrë s'ka rastësi për godit. Qillova aty mos më pakon, ja s'ka kështu kurrë. Ka se ata që kanë nifak në zemrat e tyre e kanë problem këtë me kuptuar. Sigurisht i ka thënë Allahu xhallahu ala në surën Al-Imran kur disa dashur të tij kanë vdekur në luftë, ka thonë law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Kështu me kon shtëpi, s'ishin dek, s'ishin vrarë, me pakon këtu, shkuan në luftë që morën vetën qaf. Apo ja, kur des ka marr fund, apo dije, lem yakun li yukhtiak. S'ka mundësi me apo aja që ka pas me të godit, wallahi ladhim nuk ka pas mundësi pa të godit. E pamundshme ka qenë atë. Edhe kjo është adhurim. Wa ana ma akhtaak lem yakun li yusibak. Edhe ja që s'ka godit, nuk ka pas mundësi me të godit. Apo nuk të ka huq gabimisht e as nuk të godit gabimisht. Jo, kjo është në kuadrat një urtësie që dikush e ka caktu, mira vjet pa ardhi halon këtë dunja. Andaj shikoj gjitha këto adhurime që shfaqen përballë këtij me i tretë, që dhe këtu është emri Allahut El Hakim, do të thonë nuk kena mundësi praktikisht me bëu diçka në këtë drejtim. Praktikisht smush me ndru gjendjen. Mirë, pa mund të aktivizu llojet e adhurimeve që me ta afrosh tek Allahu xhallahu ala padyshim se po aftë. Dhe pas kësaj, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, ta kuptosh se lapsi i kaderit këtë punë më ti e ka kryer. Apo më ti lapsi i kaderit këtë punë e ka kryer. Edhe kjo çonte drejje e ridas apo knasia apo. Nga se ai sikur se Allahu xhallahu ala përmend në surën Tauba për besimtarët e drejtë, të cilët kur i godet diçka, domethënë ata e kanë një reagim interesant apo. Kur thonë qoftë në luftë për plagë që i marrin apo për vdekurit që u vdesin, apo çka do që ndodh nga shqetësimet dhe pretimet e ndoshta të pakëndshme në këtë drejtim, ata thonë se Allahu është ai që e ka shkruar, nuk kanë thonë alejna. Apo nuk e ka shkruar Allahu xhallahu ala alejna është kundër neve ose mbi neve. Po e kanë përmendën fjalë kataballahu lana. E ka bëu Allahu xhallahu ala lana për të mirën tonë. Apo Allahu xhallahu ala kur e ka shkruar caktimin ton me emrin me mbi emrin për ty. A ka ditë kush kimë konti? Po e ka ditë Allahu xhallahu ala kimë konti. A ka ditë Allahu xhallahu ala çka ka më don ty? Po aftë. Andaj nga njëri subhanallahu nuk duhet me e trajtu në gjykim të Allahut apo individualisht të ndar nga pjesa e mbetur e gjykimit apo. E çyret me gjyku. Po për shembull apo. Në qofse vim edhe i thëm dikujt. Vjen dikush vet. Çka do të më bëj dikujt vëllai, ma nga ngre veshin, po më kap flakt, po më flakaresh ka ndonjë, ç'a më bëj? Ti çka i thotë? Çu do po çu do të më bën, çu do të më bën. Ka ras po më pas po më vërtet e ka problem, apo ka mund të thonë edhe ka njerëz si përgjigje, reagovlla mbroj veten tonë apo. Ja për si thot po baba jo s'bën. Apo se tash kur të këtë veprim e fut në tërsinë e bamirësisë së dikujt, s'bën. Jo, çu babas më këtu. Ai kodë të thonë ta bën. Apo andaj mos e nxjerr gjykimin Allahu xhallahu ala nga tërësia e bamirësisë. Po futa atje duke që kjo është e mirë, se s'ka mundësi. A ka mundësi me ta dash? A ka mundësi prindi me rrit dikon pi urrëtes që ka i natë, ka veçim. S'ka mundësi kështu. Edhe kur të bën këtë veprim e bën pa dëshirë, pa vullnet për të mirën e fëmijës të tij apo. Andaj kur e kuptojmë kështu, po se baba është, apo pse i njëjti veprim kur e bën dikujt tjetër është armiqësore, është urrëtie, pse? Pse ai thjesht në kuadrat e tërësisë së bamirësisë që kena marrë prej tij, s'ka diçka që e arsyeton këtë veprim apo. Pra ti kur të merr këtë tërësi që të ka bëu Allahu mirë, edhe është që ty të ka jap ato që është më e mira e mundshme. Fenë e tij ato. Apo, nga sa Allahu ka fe, që jap, ka shëndet, që jap, ka, sikur të kemi përmend, ka parë jap, autoritet apo. Edhe në këtë ofertë pako, apo ty të ka jap më të mirën të ka jap ti apo. Të ka jap më të mirën. E pastaj
mas të ka jap këtë më të mirën të ka bërtit pa kapën. Kjo tani çish kuptohet kjo? Po më don Allah, po më don se si duket. Po don. Normal. Prandaj çështë besoj kupton kaderin Allah ta zgjera. Në kuadrat e kësaj tërësie, nga se Allah xhela xhelaluhu e ka dashur. Edhe kur e ka shku këtë caktim, 50.000 vjet para se me kriju tokën, apo e sa është para se me të kriju ty me mira vjet, apo kur e ka caktuar këtë Allah xhelalu ala para se me t'i shkruaj provat, apo ta ka caktuar që komë të abdinin apo. E kur e ka caktuar që komë të abdinin, në kuadrat e kësaj kanë marrë pasaj as provat konform se begatia apo. Prandaj kur për shembull kur dikujt të do më jap ato që është më e mira, po pastaj duhet mi vendos duhet do vërtetësimi vendos për shkak se çashtu të kërkon urtësi apo tash ti ai vendos ato vërtetësi për më ja marr çat mirë që po jap apo për më ja forcu. Për më jap, për më jap gjasë me konjë do më ja marr që jap hiç. Bie rahat këtë drejtim apo. Ne Allahu xhallahu ala ndëruar kur ka caktuar për neve, që në kuadër të kësaj tërësie kuptojmë se është pe Allahu azza xhel. Atëra këto thash i shfaqen shumë më tepër ngjyrat e adhurimit një besimtari sa vetë në shtrimi atë. Duke nënkuptuar këto pushtetin e tij, duke nënkuptuar drejtsinë e tij, duke nënkuptuar urtësinë e tij, duke nënkuptuar gjithashtu se ajo që të ka godit nuk ka pas mundësi më të godit, ajo që nuk të ka godit nuk ka pas mundësi më të godit, dhe se gjithashtu kalemul kader, kalemi i kaderit këtë punë ka kryer pejmoti apo andaj thotë më kaimi femen radiya falahu ridha wa man sakhat falahu sakhat. Kush kënaqet, jetë kënaqësia, kush i dhënohet, jetë i dhënimi, kjo s'ndron absolutisht shkrimin e kalimit në asnjë rast apo. Ndaj i dhënou, ndaj vërtet, ndaj thuaj alhamdulillah, ndaj çka dush thuaj, kjo punë ka marrë fund. Kjo punë është kry. S'ka vetë Allahu xhela për këtë çështje, mirë po ta ka mundsu me fitu me kët. Nuk do me fitu, shko vërtet diku ku dush edhe e merr veten çop për këtë çështje, ama kjo nuk e ndron absolutisht caktimin e Allahut azza xhela. Andaj kjo është pozicionimi i besimtarit përballë këtyre tri fushave ku reflektohet drejt për drejt gjykimi i Allahut në kuadër të kuptimit të El-Hakim. Dhe gjithashtu ajo që edhe përmendëm pak në pjesën e parë ku reflektohet padyshim ky emri i Allahut azza xhel është edhe në fushën e krimtarisë, edhe në fushën e ligjeve apo. Shariati i Allahut azza xhel në krimtari përmendëm sa sekrete kanë nga krijesat apo, që si kupton njeriu subhanallahu. Nuk e kupton njeriu pse kjo kështu. Shikoni mos kur e kriju njeriu para apo. Allahu alem si ka 10 milion vjet, sigurisht 10 milion vjet nuk përputhet me historinë e pejgamberëve. Se na nuk e matëm me eshna, po na e matëm me historinë e pejgamberëve, apo Ibrahim apo Musa, i shaq që është një periudhë më e vogël se 10 milion vjet me kon. Po na nuk do na mbin këto spekulime sa vjet, po çe po thonë që 20.000 vjet. Për shembull, 30.000 vjet, 50.000, sa më rëndësi apo. Është kriju Ademi alayhis salam. Apo shiko Ademi alayhis salam ka çka kem ndaj ka pasaj. Apo asta është baba e njerëzimit. Shiko njerëzit mas 50.000 vjet, mas 100.000 vjetëve e kanë marrë vesh pse ky damar që të është apo. 100.000 vjet me marrë vesh një damar apo. E a kanë njerëzimi i ymër me marrë vesh një damar tjetër? Shiko ursin Allahu azza xhela. Unë sa ka të pas, nuk e dim na pse kjo këtu, pse kjo këtu rri, pse të bashkë këtu këta e ka vendosur atë. Me pa kuptoj se kjo vëllai mba një urësi shumë të madhe apo. Kudo që kishte vendosur dikun se kish pas këtë bukurie apo. Që merri syt apo edhe thuj, hajt çiti dikun në fytyrë dikun. Ku dushit ja, ku të qesh s'dal bukur apo. As nuk shemir. I ka vendosur bashkë aty ku duhet apo. Apo subhanallahu. E ka vendosur Allahu xhalla xhelaluhu për shembull apo diellin bashku duhet, sikur se thotë me kon pak më poshtë na kish djeg. Me kon pak më lart shumë ngri apo. Kush ka ditë, po ti sunë mat ku me qit diellin Allahu. Allahu xhallahu ala ka vendosur saktësisht me ursimet ku duhet me kon diell apo. Apo pastaj ka vendosur që edhe ka me lëvizaj, se me kon veç dielli, a kish pas jetë? Jo, me kon veç natë s'kish pas. A në gjitha këtu shumë tjera Allahu xhallahu ka vendosur me ursinë vet ato. Me atë që është el-Hakim. Dhe gjithashtu sikur të cekëm të kuptimi emrit Allahut el-Hakim është që jo vetëm që veprimet e tij janë me qëllim, por edhe sebepet e vendosura janë me qëllim apo. Andaj, sikur se e përmend Allahu xhallahu ala në Kur'an, për Kur'anin kur të mushrikëve, sa ata kanë kërkuar
Lutë Allahu xhallahu pak më ndru pak, ani për përveç ndraj pak apo. Allahu xhallahu thotë nëse sikur të shumë vende në Kur'an, këtë kodrat apo ose këtë çka ka më shndru, këtë më bëu diçka, apo çu Kur'an kish me Kur'an. Siç më ndruga absolutisht. Nëse që kjo është versioni i vetëm që njëri përshtatet atë. Çka mund versioni i vetëm është shikoj që njëri përshtatet. Versioni i vetëm që njëri në çan den qëllime të caktuara që Kur'an. Ni sure pe Kur'an me hek s'nërisht njëri mirë apo. Jetë mungo. Qase secila ka vendin, secila ka rolin e vet. Për shembull, a keni pas sa herë në Kur'an është përmend tregimi i Musa alayhis salam. Ka sa më përsërit. Pa ka urtësive çdo sure është përmend kontekst caktuar. Dikun e ka shkurtuar version, dikun e ka zgjeruar. Ka sa veç hajt ashtu ti këtu spananzën faqen, pak më shkurt Musa. E këtu me çpras faqja pak më shumë, sa ashtu me mush faqe Kur'ani apo. Por çdo fjalë, çdo rresht me urtësi apo. Çdo 6 vakte me kon shumë më fal ato. 5 i ka bu. Apo 4 me kon pak i shkon, s'shkon falë më mjaftuar shumë apo. Çdo gjë e ka bu Allah me inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Allahu thotë çdo sa ne kena bu me mos. Me mos me një peshore, subhanallahu që është tejet precize apo. Andaj edhe kjo është nga mëshira e Allahut azza xal. Nga se këtë peshore që Allahu xhallahu ala e ka vendos, e ka përmendur në surën e Ar-Rahman, apo ku thotë Allah ka vendos peshorin wala tukhsirul mizan, mos e prishni mizanin apo. Ka se pa ke pa kur është e barabart. Peshorja e artarit, një gjysmë grami me ma këtu me vë me qit prishet, anan. Ana çdo gjë është e balancuar. Nëse veç një anë i jap më shumë, nëse më shumë i jap, veç pak më shumë i jap për parësi, trupi që shpirtit debalancohet apo. Pak më shumë e lën anash trupin apo. Llogarit shpirtit debalancohet. Me mendjen tonë apo. Nëse sot e ngarkosh me shariat, balanci është i sigurt. Dhe na duket që debalancu, po balanci është i sigurt, përderisa është brenda korrizave të shariat. Dhe kjo është urtësia Allahu xhallahu xhelaluhu. Prandaj këtu janë dy mejdane me këto në ndek të shumta që mirë është në kuadrat aty na me hulumtu dhe me kërku ursin e Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu pjesë tjetër që duhet ta përmendim këtu të nderuar është edhe ajo që përmenda në fillim. Shoqërimi i këtij emri me disa emra të Allahut azza xal, që edhe kjo ka kuptimin e vet. Për disa kemi fol, sikur të emri Allahut El Aziz El Hakim, që është ardhur në shumë ajete kuranore. Domethënë është kombinu emri Allahut El Aziz me emrin Allahut El Hakim në afër 46 vende në Kur'an apo. Shikoj, gati gjysma 91 herë ishte emri El Hakim u përmend. 46 herë i shoqëruar me El Aziz El Hakim. Domthon gjysma e kësaj është në shoqërim me emrin Allahut El Aziz El Hakim apo. Dhe kemi folur për këtë kombinim, mirë po një përkujtim me disa fjalë të Ibn Qayyimit rahimahullah, ku këtu i ka dhënë përparësi emrit të Allahut El Aziz para El Hakim apo. El Aziz, emri Allahut El Aziz kur kemi fol ka qenë në çfarë aspekte? Ai që është i gjithfuqishëm, i gjithpushtetshëm. Ai i cili është i lartë, i cili është krenar. Mirë po, gjitha këto, në qoftë se janë vetëm kështu të prezantuara, mundet që te krijesa me shkaktu një lloj panike dhe frike ato. Andaj ka balansu këtë me emrin El Hakim. Është i gjithfuqishëm po, ai bën çka don. Mirë po gjithë ato çka bën është në kuadër të emrit El Hakim apo. Subhanallahu, sa kon kët El Aziz El Hakim hapësir për me meditu robi për më afru tek Allahu azza jalla. Allahu xhalla xhelalu u ndëruar. Çfarë ka detyruar Allahu xhalla wala që të na arsyetohet apo se është El Hakim? Ka mund unë me gjithfuqishëm. Apo edhe çfarë e ka detyruar më ashtu që mirë po mos keni frikë. Mos keni frikë se ju bëj padrejsi, apo ose e teprojnë përdorimin e pushtetit për shembull, apo ose ju dëmtoj me pushtet. Mos keni frikë. Gjithmonë e ka stabilizuar emrin e tij El Aziz me El Hakim apo. Kjo përdorimi i pushtetit, përdorimi i fuqisë gjithmonë vjen në kuadër dhe konform asaj që është El Hakim apo. Andaj kët
këtë prezantim të Allahu xhallahu ala për ta njohur ne, a nuk na bën përshtypje për dashurinë e Allahut që ka ndaj neve? Wallahi po apo s'po. Asës cili njeri për shembull, cili njeri dilin këtë mas kujdeset për ndjenjat e njerëzve. Ti s'mund të kujdes për ndjenjat e prindve tu që ka çfarë. Fëmijëve tu, gabon diku shpreh, ja thua diçka pa qëllim, po prekën ata. Shikoj që ti mos mu prek, mos më shku mëna kur ti përkeq, shikoj çfarë kujdesi i vazhdueshëm dhe kombinimi i emrave, kombinimi i cilësive, që ti më koni sigurt. E jo të veç kurrë që ta. Që ta ke kërkoj, për tirat mos ke frikë, mos e baj gale. Po Allah është El Aziz, i po është edhe El Hakim. Andaj El Aziz është ai që ka fuqi, edhe është El Hakim ai që ka dije. Nëse njëri nga një komë të një pas dije, apo po s'ka fuqi me zbatuar atë. Sa kena na pi dije që dim ç'është duhet, po s'kena fuqi. Nuk kena fuqi me zbatuar atë. Dhe kjo e bën këtë dije ton të pa dobishme për tjerët apo. Nëse Allah thot El Aziz është i gjithfuqishëm, edhe është El Hakim, është i urtë, prandaj urtësia e tij do të depërton tek njerëzit domosdoshmërisht, gasi vjen nga gjithfuqishmi. Nuk ka mundësi më dal kurrë përpara apo. Andaj edhe nga njëherë për shembull një rrit në kësaj bote, kur do të marrë një vendim të caktuar, sa ka ndikim këtë vendim fuqia e tij ekzekutive shumë apo. Na e bëjmë kështu po. Na marrim këtë vendim apo, po nuk mund të zbatu. Atëherë hjek dorë për kësaj. E bën një vendim të modifikuar, të reduktuar konform fuqisë dhe pushtetit që e kia. Dhe kjo gjithmonë bën me pas dyshim. Për çfarë për shkak nga njerëzit që janë pushtet, edhe nxjerrin diçka ose njerëz që janë me dije, gjithmonë nga njerëzit për shkak kur e dyshim të ajo që ai ka thonë, me siguri ka pas presion atë. Edhe kjo i bën që njerëz me hamendje me marr, nuk kanë guxim të mjaftueshëm për me marr keqja e dikujt. Se ndoshta e dim që ky e din, po ndoshta në presion e diçka apo. Ndërsa ajo që vjen pi Allahu xhallahu ala ka ardhur për të El Aziz, apo andaj s'ka pas presion, s'ka pas detyrim, s'ka pas kur far shtypje, e ka bërë nga pushteti absolut, nga i gjithfuqishmi. Andaj kjo urtësi është tërësisht e urtë. Ky vendim është tërësisht me vend, tërësisht me interes, nga se absolutisht s'ka ndikuar tek ai asnjë lloj presioni, asnjë lloj detyrimi apo. Andaj ka ardhur kjo në kombinim me El Azizet edhe El Hakim apo. Gjithashtu edhe ky kombinim ka ardhur zakonisht në rrugë të caktuar, qoftë në vendimin përfitore, sikur se ka ardhur në surën Ali Imran, e ka përmendur Allah xhallahu ala disa wa man nasru illa min indillahi El Aziz El Hakim. Allah e ka thënë wa man nasru. Ta dini se fitoria nuk vjen nga askush poshtë nga ai që është El Aziz edhe El Hakim. A dhe nuk është vonu fitoria o musliman, për shkak se ai që po e kërkon një fitorin për ti është i dop në relatu forcun era, jo se është El Aziz apo. Apo por as nuk ka për shkak se për shkak se nuk po din kur është vakti me zbritën. Jo se ai është El Hakim apo. Shikoj këtë kombinim tek fitoria të mrekullueshme mes El Aziz dhe El Hakim. Andaj vonimi i fitores, vonimi i ngandimit kudo qoftë është nga ai që kur do ne bjen, edhe din saktësisht kur më provën. Andaj ti mos e kontesto kohën edhe vendit, por ti shikoj sebepet që Allah i ka përcaktuar për këtë çështje apo. Në plot njerëz hupin vakt, hupin energji, hupin domthon edhe kohë, edhe gjithaj hupin duke kontestuar se sa janë ata të fortë, e sa kanë, e çka kanë zbulu, a kjo ardh me bombara, kjo mos vetë të kështu më radh. Kjo këtë rahatohet me El Aziz. Këtë rahatohet me El Aziz edhe masoj përfundon debati. Këtë çka kanë ata, na i them na kanë El Aziz. Na kemi edhe këto, po na kanë hapa El Aziz. Apo a ka mas El Aziz diçka? Apo ose disa thonë për shembull që shkon poshtë son njerëz që dosh me kon, edhe këto na thënë El Hakim. Këtë debatet sterile apo debatet të pafrytshme në këtë tim i rahatoj me El Aziz El Hakim. Që na neve që na me punu në kuadër të kuptimit të emrit të Allahut El Aziz El Hakim për me meritu atë që e kërkojmë nga Allahu xhallahu ala. Gjithashtu edhe Ibrahim alayhis salam me një rast
ose para Ibrahimit alayhis tek çështja e El Aziz El Hakim një tjetër gjë. El Aziz dhe El Hakim në disa raste dietarët i kanë sqaruar se El Aziz kur vjen në sëvendën në Kur'an është për qëllim pushteti pa kontestueshëm i Allahut azh, ndërsa El Hakim është ajo që Allahu falendërohet. Prandaj edhe El Hakim është ai që vepron në kuadër të urtësisë, por edhe ai që falendërohet dhe duhet të jemi mirënjohës për veprat që ai bën në kuadër të fuqisë dhe pushtetit të tij. Ka shumë, domethënë, shërime të ulema për El Aziz dhe El Hakim, madje ka libra, volume të tëra që dietarët i kanë shkruar për ta sqaruar kombinimin e emrit të Allahut El Aziz dhe El Hakim. Non çaq ka material që fartohet këtë temë. Por më nëse në kuadër të kësaj që ne përmendëm, nëse meditojmë, me vërtet këto meditime do na shpijnë te përfundime shumë interesante. Gjithashtu Allahu xhalla xhelaluhu kombinimi i rrodhës është El Alim dhe El Hakim. Alimun Hakim ka ardhur sara dhe kjo zakonisht përmendet tek vendin Kur'an ose në kontekste kur përmendet shpallja e Allahut azza xhela. Alimun Hakim, kur përmendet Kur'ani, zbritja, dërgimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, vije me këtë kombinim Alim Hakim. Mirë, na kuptuam se Hakim te Aziz është dije. Ai e din ku ndodh kjo, ai e din kohën me urtësi. Po mirë, e te Alim edhe Hakim, edhe këtu shikoj subhanallahu si Allah xhallahu ala me këtë kombinim i ka rënë të gjitha dilemat e mundshme që mund të shfaqen këtë drejtim apo. Po njëri është i dishëm, sa ai ka diploma, po që to s'ka bën me vend që të punon ato. Ande Allah xhallahu tregon se ai është El Alim, është i gjithdijshëm, apo e din saktësisht, do është i gjithdijshëm çka i duhet njerëzve, mirë po vepron me këtë dije me urtësinë e tij apo. Për shembull, Allahu xhallahu xhelaluhu a ka ditë se alkooli ka mu bo haram? Po e ka ditë, mirë po e ka zbrit një graduale, me urësi. Allahu xhallahu ala a din se ky njeri, për shembull, a din që na kena me shku në xhenet, ose kush ka me shku në xhenem, a din Allahu xhallahu, a din? E pse është Hakim? Apo i ka prunë në këtë botë, i sprovon njerëz këtë botë, ka dërguar pejgamber, po librat e në bazë të ilmit të Allahu xhallahu ala. Mirë po edhe në bazë të urësisë. Andaj dituria është tërësi informatave që dikush din, nësa urësia është përdorimi i këtyre informatave, apo me maturi duke qenë i kujdesshëm për kohën dhe për vendin. Sikurse e ka pranuar Ibn Qayyim rahimullah te kombinimi i dijes me urësinë, një definicion të rëndësishëm të urësisë që keni dëgjuar edhe më herët, ku ka thënë Ibn Qayyim rahimullah se dituria kur përzihet me urësinë, atëra prodhon një tërësi veprime të caktuara që nuk shkputen, nuk ndajnë njëra nga tjetra. Cila ato? Ka thonë fi'lu ma yanbaghi apo fil waqti alladhi yanbaghi ala alwajhi alladhi yanbaghi. Don urtësia e dikujt kur të përzihet me dinë e dikujt, domosdoshmërisht do të prodhon një individ i cili e vepron atë që duhet, në kohën që duhet, në mënyrën që duhet. Nëse mungon urësia, ka mundësi ta bën atë që duhet, nga se e din, por jo domosdoshmërisht në kohën që duhet atë. Prandaj edhe njëri i urtë pa dije, apo mund ta bën atë që duhet, mund ta bën atë në kohën që duhet, por jo edhe ç'është duhet. Nga se mungon dija, po tash duhet me kohën i rrept, po nuk e din sa. Nga se mungon dija. Tash duhet me kohën i butë, po nuk e din çysh. I mungon dija. Apo andaj kombinimi i dijes me urtësinë e bën njëri që ta din atë që vepron, apo ta bën atë që duhet të, në kohën që duhet, në mënyrën që duhet apo. E nëse kjo te krijesa, kombinimi i dijes me urtësinë e kufizuar përdhan kështu, atëherë në raport me Allahun xhallahu ala padyshim se Allahu gjithmonë e bën atë që është më e mira që duhet bëhet, në kohën më të përshtatshme që duhet bëhet, apo dhe në mënyrën më efikase dhe më precize që duhet bëhet apo. Andaj kjo që ka ndodhur sot, apo që të ka ndodhur ty ose mua ose aty ndonjë sprov, dikush thotë veç sa të kisha kryer çto punë të shortë që s'muja, apo të zhvanu s'kish pas kuptim pas tani. Është dorë që tash me të ardh apo që të vakt, se që tash ty të vjen apo. Andaj nganjëherë kena nevojë me bë kompromis ose me shtyt disa sprova. Ani unë bëj sabër, po i të shkon mas së se tash në këtë vakt që tash El Hakim ka vendos, nga se kjo është kombinimi i urtësisë me diturinë e Allahut
subhanahu wa ta'ala. Dhe kombinime të tjera të shumta të emrit të Allahut El Hakim, subhana që nuk kena mundësi këtë me i përmen, sikur që domthon e përmend me fillim El Hakim El Khabir, për shembull El Hakim, Allahu xhallahu është i urtë dhe është i gjithë informuar për çdo gjë që ndodh apo. Nganjëherë neve për shembull na mungojnë ose nganjëherë ndodh që njëri të merr qëndrim të gabuar për shkak të mungesës informatave apo. S'është informuar sa duhet. Po të ishte informuar, kishte marrë vendim tjetër apo. E Allahu thotë se ati nuk i vjen këto informata, nga se i ka këtë informata apo. Andaj asnjëherë vendimi i Allahut azza xal nuk mund të jetë larg interesit, larg dobis për shkak se i mungojnë informata. Nga sa është i gjithë informuari. Andaj ka kombinimi El Hakim edhe El Khabir, e kështu me radhë me kombinimet e tjera të këtij emri, por për fund dua të përmend disa pika që kanë të bëjnë me, domethënë ato që zakonisht na mësu, po kësaj radhe e kemi kufizuar pjesën për të folur për të punë, do të thotë ndikimi i këtij emri tash tek ne, se si ne duhet të sillemi përballë të emrit dhe ndikimi i tij në jetën tonë praktike, te emri i Allahut El Hakim. Shumë për kësaj kena mundësi me përfituar nga ajo që ka marrë dhe ndëruar. Për shembull, dobia e parë ose përfitimi i parë dhe ndikimi i parë që duhet ta ndjerim nga ky emër është që ne ta dojmë Allahun azza xal. Sikur se kemi thënë vazhdimisht. Qase njerëzit e dojnë ato që ja qëllon gjithmonë apo. Apo edhe ju bën dobi gjithmonë. Nëse njerëzit nga natyra aty ne e dojnë ato që gjithmonë ju bën mirë, edhe gjithmonë vepron me vend, edhe atëherë kur ju dhem diçka pionës ti ato apo të dojnë ato. Nga se thash vjen nga një burim që absolutisht nuk mund ta paramendojnë se u bën keq ato. Prandaj pse ndoshta nganjëherë prindi mund ta dënon fëmijën e tij, duke pengu nga loja, duke në mënyra të ndryshme, megjithatë ai përsëri e don. Apo nga se e din se edhe kësaj radhe nuk e ka për shkak të inat dhe urrëtisë. E çfarë të mëna për Allahun xhallahu ala. A ka Allahu inat me dikon? Për inat është apo larg asaj na udhë billah. Allahu xhallahu xhelaluhu nuk ka mos pajtim urrëtie me askën në baza ndryshme. E vetmja që e determinon këtë raport me Allahun xhallahu ala, të kënaqësisë dhe urrëties është veprimi i tij. Në esencë ai don. Andaj të ka kriju, të ka bo njëri, të ka mundësu me kuptu të vërtetën. Spravan për me të ndihmu, ty pak rrugën më ngritë e ka japëtën. Nga se gjithë mund ku janë përmenë sprovat në Kur'an ose në Sunet, pejgamberi gjithë mund janë përmenë në kontekst me rezultat pozitiv në fund. Me rezultat pozitiv. Andaj ose për më të rështu frikën dhe Allahut, ose për më të përmesu gjendja, ose për më të ngritë deregjet, ama gjithë mund është në kontekst pozitiv për ty. Andaj kjo e bën që edhe njohja e urtësive të shumta të tjera në rrafshin e krijimit, në rrafshin e ligjit e kështu me radhë, të gjitha këto bën që njeriu të dënë Allahu xhallahu ala. Gjithashtu ajo që duhet të përfitojmë nga kësaj vëndëruar është që ta kuptojmë se njeriu nëse don me qenë i urtë, edhe zakonisht njerëz pëlqejnë që me qenë të urtë, në të kuptim të urtë, të matur, të flasin ato që duhet, ta bëjnë ato që duhet. Atëherë themi se kjo mund të bëhet vetëm atëherë kur ti je në përputhje me emrin Allahut El Hakim. Kur flet me atë që ka thënë Allahu dhe kur vepron konform asaj që ka mësuar Allahu xhallahu ala. Nuk ka mundësi me sjell vendime të urta, vendime të matura, vendime të pjekura. Një njeri i cili është jashtë asaj që ka gjikuar Allahu xhallahu ala. Prandaj edhe sot sa njerëz kompleksohen nga njëra për shkak se është për do vendime që Allahu xhallahu ala i ka përmend haptas në Kur'an. Haptas në Kur'an, edhe subhanallahu Kur'ani nuk është libër që për shembull thuhet kështu. 28 gjuza të Kur'anit apo ban me përkthy, ban me shkruaj, ban me pranë. 2 gjuza haram është, veç ulema duhet me lexuar ato. Se s'ka kështu. Këtë Kur'an është i përreprezentuar. Merr në këtë komplet lexon apo. Nëse El Hakim e ka mundsu këtë me pas qasën Kur'an, s'kam shef kurrë pi tjerëve, pse duhet na mu kompleksuar me mshef? Na vetë duhet më kujdes çu të prezantojmë. Apo përdojnë që ka prezentuar Allahu xhallahu ala. Nëse nëse e prezantojmë vallahi kjo është kulmi i urtësisë dhe kulmi i maturizë dhe pjekurisë dhe është tamam me vend. Tamam me vend është. Prandaj edhe ne, nëse do të qenë të matur, e të pjekur, e ditur, këtë duhet ta marrim nga emri Allahu xhallahu ala El Hakim, gjitha kuptimet që i sekëm deri më
deri më tani. Gjithashtu nga përfitime që duhet t'i marrim këtu është normalisht ato që edhe përmendëm disa herë dhe duhet ta përmendim vazhdimisht, është të nënshtruarit e parazerë dhe të pakontestueshëm ndaj qëndrimeve, ndaj vendimeve të Allahut Azza wa Jall, dhe gjykimeve të tij. Duke qenë gjithmonë bindur se kjo është më e mira e mundshme që ti mundesh me pas këtë botë atë. Për njëri për shembull i cili e fal namazin pse e ka obligim. Dhe këtu përfundon pretimi i tij. Edhe dikush kur e fal namazin me ndjenjë se kjo është më e mira e mundshme që të është dhënë edhe që ki mundësi me bën këtë kohë. S'ka më mirë. Andron pretimin ndër çështja padyshim se po valla. Për në për shembull gjatë muajit Ramazan, edhe pse është vap ose është problem ose ngarkesë, apo ti e duke agjëru. Ti e kupton se që kjo është më e mira e mundshme që mundesh me bë. S'ka më mirë kurrë këtë muaj që mundesh me bë. Padyshim se kjo e lehtëson këtë veprim. Edhe kupton njëri se ja vlen për këtë më vonë nga se që kjo është më e mira që është e mundshme. Prandaj vije në shtrim apo. Gjithashtu edhe nga përfitimi nga kjo është që gjithashtu kuptojmë se Allahu xhalla xhelalu nuk e ka veç në gjykim. Apo veç në gjykim nuk e ka, po ka disa gjykime në disa majdane të caktuara. Andaj varësisht në cilën majdan gjykimi është edhe raporti për ballti, sikur që cekam. Jo me i pështjell të punë. Jo me i pështjell të punë. Andaj sikurse për shembull dikush e pështjell kaderin me shariatin apo. Apo në kader thotë çështë Allah e ka shkruar, në shariat polemizon apo. Jo, në shariat do të polemizu, nëse aty s'ka jap Allah mjetet e rezistencës apo. Në shariat a ka njëri mjete për me rezistu? Nuk ka Allah. Nuk të ka jap Allah mjetet e rezistencës, ka absolutisht. Nuk ka jap as menas për huaj as kurrë që ti me i rezistu shariatit apo. Absolutisht. Ne këtu duhet më nështruar. Ndërsa atë ka jap mjetet e rezistencës në kader, në kuptimin e jetës dhe asaj që është e natyrës apo aspektit kosmologjik po. Ka jap. Ase e ka caktuar urin, por në kuadrat e kësaj natyre ku të ndodh ti më urit, ta ka jap edhe ushqimin. Andaj shiko këtu ki mundësi me bë kombinime. Apo këta me bë me këta. Këtë me rezistu me këtë. Kështu me radhë. Kjo është ajo që duhet ta përfitojmë. Të dimë se ku me rezistu dhe ku me ecë përpara, ku me luftu e ku me u nështruafën. Jo sigurisht për shkakun ka ndodhur se disa dietar nganjëherë në çështje e akidës edhe të besimit ku duhet me kohë nështrimi ka mboj ijtihad ato. Përpjekje mendore me nxjerr vendime. Kështu s'ka ijtihad. Apo këtu ka ijtihad me kuptuar, ama jo me nxjerr dispozita. Edhe me polemizu. Ndërsa në rrafshin e fikut shariatit ku ka ligj, ku duhet aty me dal nga aspekti i jashtëm nganjëherë, apo për me mu thullu më thellë, për me shikuar se çka qëllimi, aty ka mbet dhahiri. Janë përmbajt teksti jashtëm apo. Andaj sikur se ka thënë për Imam Dhahabiu rahimullah, në këtë aspekt të besimit të akidës kur dash me kon me vërtet i mjaftuar me anën sipërfaqësore, këtu është thelluar zhyt. Nëse atje ku është dash me u thelluar me zhyt, është mjaftuar me aspektin sipërfaqësor, thotë ja lejte uakes. Sikur të kish bëu kundërtën, pa e kishit puna më mirë atë. Andaj do njerëz e përzin, neve na mëson kiam Allah el-Hakim apo se mos i përzim gjërat. Të dimë se ku të veprojmë kështu, e ku të ecim, e ku të nështrohemi, e ku mos nështrohemi, e ku të rezistojmë, e kështu me radhë gjithmonë në kuadër të kuptimit drejt të emrit të Allahu xhallahu ala el-Hakim apo. Dhe ndoshta për fund ato që mund ta përmendim, nëse edhe koha ka shku, është se nga reflektimi i emrit Allah xhallahu ala el-Hakim në jetën tonë të përditshme është që ta kuptojmë se urtësia nuk e ka një ngjyrim. Ka disa njerëz që kuptojnë se urtësia gjithmonë e ka ngjyrimin e butësisë. Apo disa kuptojnë se gjithmonë urtësia e ka ngjyrimin e bamirësisë. Gjithmonë e ka ngjyrimin e dhënjes. Jo. Nga se emri Allah el-Hakim në jep ngjyrime të shumta të asaj apo. Na e kuptuam se edhe kur dënon është Hakim, edhe kur të privon është Hakim. Andaj edhe ti nëse do me kuptu drejt urtësinë, do ta kuptosh me këtë kolorit ngjyrash apo. Jo vetëm në ngjyrë. Nuk është gjithmonë butësia urtësi. Nuk janë këto teta mes veti. Por urtësia është gjithmonë e lidhur me ato që cekon fillim. Me veprimin e duhur, në kohën e duhur, në mënyrën e duhur. Andaj nganjëherë urtësia është mos me i dhon dikujt.
kjo është pjekuri dhe kjo është maturi. Nëse jep është me ndelesi. Nganjëherë urtësia është me e dënu dikën, nëse më afal është me ndelesi. Sikurse kemi përmendur te kemi Allahu el Halim më herë. Po nganjëherë kundërta është, nganjëherë diku duhet më i dhon, gase mos më i dhon është pa pjekuni. Dhe është dëm, nuk është interes e kështu me radhë. Andaj edhe në kuadër të kësaj jam na duhet ta kuptojmë se urtësia nuk është vetëm një ngjyrim, ta kuptojmë. Nëse nganjëherë për shembull mirët edhe nga koha pejgamberit sa flet për urtësinë, apo mirë nda aspekte që kisha ka fal, u koni butë i ka dhon, t'ja përshtypë se gjithmonë urtësia është një veprim me një ngjyrë. Jo, urtësia është një tërësi veprimesh kolorite, shumë ngjyrshe, të cilat veprojnë konform situatës, rrethonave që ty ta jap mësimi i emrit Allah xhallahu ala el Hakim. Andaj nëse ne arrim që veprimet tona të ngjyrosim apo me ngjyra të lloj-llojshme, atëherë mund të jemi të sigurt se në situata të ndryshme kena vepruar ç'është duhet. Ama nëse përballë situata të lloj-llojshme, është veç një lloj reagimi, atëherë kjo s'ka mundësi me qenë e urtë. Është e pamundshme. Nuk ka mundësi kjo me qenë e urtë. Gase el Hakim që pejti bën urtësia nuk është i tillë. Nuk e pra me këtë njerëz njëjtë. Jo tonë ju ka dhënë, jo tonë ju ka nal, jo gjithë i ka dënu, por jo gjithë i ka shpërbly. Andaj kjo llojshmëri e të veprumit, na më kuptoj se edhe llojshmëria është, edhe urtësia është llojshmëri. Nuk është vetëm një ngjyrë, prandaj edhe ne duhet me ditë me vepru konform gjithsej. Por gjithmonë, thash, brenda kurizave të shariatit të Allahu xhallahu ala, sigurisht na mëson feja Allahu subhanahu wa taala. Dhe këtu janë disa prej përfitimeve thash që ndoshta të reduktuara maksimalisht, por që patë mundësi me i përmend në kohën e Allahu xhallahu ala el Hakim me këto shpjegime që i falem deri më tani. Padyshim se vlerëruar ajo që duhet me thon përfund është se gjitha këto emrat Allah që po flasim për tonë japën, këto kuptime që po i përmendim apo, apo duhet të barten nga mejdani, nga fusha, nga hapësira e mendjes tonë ku na po e perceptojmë përmes saj këtë, të barten në rrafshin e kuptime dhe veprimeve tona apo. Apo ka se çfarë kuptimi ka unë me ditë, nëndër me vetë el Hakim, apo Hakim me ditë që Allah xhallahu ala është i urtë, e punon me maturi, me qëllim, me interes, apo ndërsa ky ngjyrim i këtij kuptim mos me kon kurajm prek me diçka apo. S'ka kuptim kjo. Ose kur në shariat, kjo s'ka kuptim. Na duhet me eduku veten tonë dhe me programu në çat mënyrë, apo që varësisht nga situata, apo me vepru konform kuptimit që e kemi ndaj emrit Allah xhallahu ala caktuar. Që jeton me konform të kuptimeve. Për në që se këtu jesin të deponuara veç në sektorin e informatave e nuk shtrihen pastaj në sektore tjera, kur farë kuptimi nuk kanë. E na duhet fillimisht dhe vazhdimisht që të punojmë këtë drejtim. Ai mos i lëni këtu informata të deponuara në sektorin e informatave. Apo po filloni gradualisht me punu në këtë drejtim me gradualitet, por vazhdimisht, pa mundon asnjëherë që gjitha këto veprime, ose këto informata, nga sektori i informatave, të fillojnë të shtrihen tash në sektoret e mbetura të qenies tonë, të trupit tonë, që mas 5 vjetë, mas 10 vjetë, apo investimit vazhdueshëm, nuk din ti me komentu ndryshe këtë veprim pas në kuadër të emrit el Hakim, ose në kuadër të el Halim, ose nuk din me jetu ndryshe, se në esencë që shtot është, nga njëra problemi e njerëzve është se kuptojnë, nga njëra për shembull, kur ata tjerë që nuk i ngushëllojnë njerëz, apo nuk i mësojnë njerëz mësimet e Islamit, apo çka thonë ata për me dalë pe krizës ose me luftu stresin, thonë më në mirë, apo këta çka i mënon mund me kon këtë iluzion, kur gjë është e vërtetë, apo veç rraje veten që jo mirë, me smakun një është mirë. Ata po nuk hezitojnë edhe me rrajt veten për me kon mirë. Dhe sona këtë piksoj vallahi kur themi që Allah është el Hakim, që nuk është më na ngushëllu apo se mirë është se ndryshe se kuptoj joja, po që kështu është. Çdo kuptim ndryshe e dëmton veten tonë. Apo çdo veprim i Allah, çdo sprovë që të ka, vallahi s'ka pas mundësi me të mos më të godit. Ka pamundësh më kon. Edhe gjithashtu është konform një urtësie absolute, që është e shoqëruar me qëllim të caktuar, me interes të caktuar, me dobi të caktuar. Kjo nuk është me ngushëllu veten, kjo nuk është lloj opiumi që kam përpara, apo? Po kjo është realitet që kështu ndodh. Që këtu funksionon dunjaja. Krejt që ka të rëthon ty, krejt bota funksionon në kuadrët kuptimeve të emrat Allah xhallahu ala.
Asgjë nuk del jashtë saj. Krejt ligjet e Allahut kozmologjike, krejt në kosmos, në natyrën, në tokë, krejt ligjet e Allahut xhallahu ala, të gjitha këto janë reflektim i emrit të Allahut xhallahu, nuk dalin jashtë saj. Andaj dikun ka vepruar me emrin e tij El-Jabbar, dikun me emrin e tij Mutakabbir, dikun me emrin e tij Ar-Rahman, dikun me emrin e tij El-Karim, çdo çështë i këtij kosmosi është i prekur me diç nga emri i Allahut xhallahu ala. Andaj është reale që është ndodh realisht dynjaja sillet apo. Nëse ti e kupton këtë drejt dhe e përshtat jetën përputhje me këto kuptime, ti bashkangjitet në realiteti që çashtu shkon dynjaja. Përndryshe kur ndash pe kësaj, çatërin iluzione, çatërin rana, çatërin duhet mashtru vetën tonë apo. Prandaj kjo duhet kuptuar si realitet që ndodh, nuk është kjo për më ngushëllu, nuk është kjo për me bëu çaf veti, por çështu është realisht. Çështu ndodh nga Allahu xhallahu ala, çështu e ka kryer këtë dunja dhe na ka mundsuar ta njohim Allahun xhallahu ala pikërisht që ta përshtatim jetën tonë këtij realiteti, mos dalem jashtë realitetit. Andaj muslimani gjithmonë është real dhe gjithmonë është aktual. E tjerë që jetojnë në iluzione të tjera, ata janë jashtë aktualitetit, nuk kanë sikur se ata të popullin absolutisht në tokë të bukës ata. Se ata kërkon hiç. Në mënyrën që ata mendojnë me perceptu gjërat ose me kuptu gjërat ose me të kalu problemet e kështu me radhë. Andaj thash duhet që kjo të bartet pej sektorit të informatave, po faza e parë është se më deponu këtu. Kjo faza e parë, normal. Çdo sen që ti mëson deponohet në sektorin e informatave. Po nuk duhet me lënë gat në depo se prishit më tani apo. Duhet me fillu me përhap, edhe duhet me fillu me eshtri edhe në aspekte të tjera të jetës tonë. Andaj e kërkuar për një të ndëruar është se kemi kalu bajgit dhe emrat Allah xhallahu ala, apo dhe kemi marrë shumë pika dobi që i kam përmend dietarët, prandaj është e kërkuar që seriozisht të miremi me shtrirjen e këtyre kuptimeve edhe në sektorët e tjera, apo që mos mbeten nga se edhe nëse sektori i informatave tash e inspektojmë do ta gjejmë pa përgatitur, apo që kena harruar shumë aspekte, nuk ka mënyrë më e mirë për me ruajtur informatën se praktika. Kjo është mënyra më efikase. Prandaj kjo është një këshill që mendoj nuk është e përshtat, nuk është e veçantë vetëm për emrin Allahut El-Hakim, po kjo vlen për çdo emër të Allahut që e marrim dhe do ta marrim në vijim, derisa e ka caktuar Allahu xhallahu ala që të miremi me këtë temë. Allahu na lëshë të na përfshin me mëshirën e tij dhe të na mundson që në kuadër të emrit të tij El-Hakim ta rregullojmë jetën tonë, të kuptojmë zhvillimet dhe ngjarjet që ndodhin dhe zhvillohen brenda vetes tonë dhe rreth neve. Dhe të na bën Allahu xhallahu ala nga njerëzit e urtë që veprojnë atë që duhet, në kohën që duhet dhe mënyrën që duhet. Allahu shpëlbej për mendin takimin e ardhshëm sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimin kathira.